Përshëndetje miq të Onsite, ja ku jemi këtu në episodin e radhës, të bashku gjithmonë me mikun tim Lorenz Goga. Përshëndetje. Lorenz, përshëndetje. Si po e kalon këtë fazë knockouti europiani? Kam fjet gjumë. Botrori, më saktë. Kam arritur të fjet gjumë, jo. Normalisht ne mezi e presim botrorin, kështu që me thënë drejtën më mungojnë ndeshjet. Me them shqyr që janë këto kompeticione të mëdhaja të rëndësishme gjatë verës, sepse mua më ka pak trishtimi në fund majit qershor kur fillojnë ndeshjet, po kur ka botror apo evropian, domethënë jam gjithmonë i gëzuar sepse do shohim gjithë verën ndeshje. Pra mezi pres ndeshjen e sotme. Faktikisht, me thënë drejtën, ishte një rrugtim tepër i gjatë i të gjitha këtyre ekipeve, por në fund fare mendoj se në këtë fazë, le të themi gjysmë finale, ekipet që le të themi base përveç Argentinës, po të tre ekipet e tjera europiane e merituan këtë lloj gjysmë finale. Ti ma konfirmon që unë kam thënë që në fillim që ky është një evropian me disa ftesa. Dhe në fakt 75% të ekipeve në gjysmë finale janë evropiane, 75% të ekipeve në çerek finale ishin evropiane dhe ndoshta do të kishin qenë pak më shumë nëse përballjet, domethënë shorti nuk do të kishte vendosur njëra kundër tjetrës më herët, por kampionja e botës Argentina patjetër, pjesa tjetër e rëndësishme e futbollit flet gjuhën evropiane, në thojza. Patjetër, për sa kohë që këto janë në gjysmë finale, mendoj se të gjitha kanë merituar, plus minus ka pas kontestime, jo Argentina, jo po disa ndeshje tjera, pra unë mendoj se në fund ditës çdo pjesëmarrës është legjitim të marrë pjesë në kompeticion. Çdo pjesëmarrës mund ta fitojë kompeticionin për sa kohë hyn në 1% të caktuar. Dhe për sa kohë Greqia 2004 se ka fituar Europianin, unë them që çdo gjë mund ndodhi në futboll. Po, patjetër. Është e hapur, gjithsesi ka kontestime e bukura e këtij kompeticioni kjo është dhe dalemi direkt në ndeshja e sotme, France-Spanjë. Mendon ti se kjo është ndeshja, le të themi finale ose ndeshja më e fortë e këtij kompeticioni? Mendoj që është ndeshja Mendoj që është një nga 3 ndeshjet më të forta këtij kompeticioni, sepse mendoj që po aq e fortë është edhe ndeshja e ditës nesërme dhe mendoj që po aq e fortë do jetë edhe finalja. Pra për mua mendoj që për t'u kthyer pak tek ajo që the në fillim, këto 4 skuadra pas shumë vitesh, nuk e di çfarë mendimi ke ti, po pas shumë vitesh botror, pas disa botror këtë herë nuk ka surpriza. Pra unë do të kisha vënë firmën nëse në fillim botrorit ne do thonim të bëjmë një parashikim dhe në parashikim do përfshinim në gjysmë finale Spanjën, Francën, Anglinë dhe Argentinën. Mendoj që ndryshe nga botrorit e kaluar ku pak a shumë kemi patur gjithmonë një surprizë në gjysmë finale ose të paktën një surprizë në gjysmë finale, këtë herë mendoj që nuk ka surpriza. A do të kishin merituar edhe skuadra tjera? Ndoshta, nuk e di, por këto të 4 meritojnë më shumë nga të gjitha, pra mendoj që janë aty për vlerat që kanë. Se si kanë ardhur aty, pastaj e kemi diskutuar, mund ta diskutojmë përsëri etj, por për vlerat absolute, të paktën në letër që këto kanë, këto 4 ekipe mendoj që meritojnë të jetë aty. Tani, mendoj që Spanjë-Francë, nëse do kishim folur në fillim dhe do kishim thënë kush mund të jetë favoritja kryesore, do kisha thënë Franca, pavarësisht edhe Spanja është fituese në fuqi e kampionatit evropian. Por i shikoj në të njëjtin nivel për arsye të ndryshme edhe Angli-Argentinë. Pra nuk do të thoja që kjo është ndeshja më e fortë, do të thoja që është një nga 3 ndeshjet më të forta. Patjetër që tani kemi arritur në një fazë që spektakli që pritet apo emocioni që pritet durë kjo ndeshje të jetë shumë i madh. Kemi edhe një statistikë fatikisht nga bookmakersat, të cilët e shikonin Francën le të themi më favorite dhe pastaj vinte Spanja, po ashtu vinte në mos gaboj, ja ku kemi tabelën, Anglia. Jo, Anglia e dyta, pastaj Spanja me 40%, edhe 45 le të themi Argentina, pra i bie Argentina e treta, Spanja e katërta. Mendimi im është që patjetër që pjesa pra ekipi francez le të themi është më favorit. Unë shikoj realisht Spanjën, po duke qenë se është një fazë le të themi gjysmë finale, aty pastaj përgjysmohen shanset. Gjithsesi, ky është një kompeticion ashtu siç e tham me surpriza, por surpriza unë shikoj pak në fushën e lojës, në ato që këto ekipe mendoj se do japin.
Mendoj që në Francë, Spanjë, patjetër që do jenë dy, le të themi, shkolla dhe mënyra të ndryshme futbolli, ku Franca pritet ajo Francë vertikale me cilësinë që ka përpara, tepër e fortë në rest defense. Do kërkoj situata 1-1 patjetër me Dembélé dhe Mbappé. Do kërkoj Olizen midis linjave, pra gjithë çështja shtrohet se sa topa do preki Olize dhe se sa do jetë gjendje për të shërbyer shokët e ekipit. Gjithashtu do kemi edhe një Spanjë e cila do tentoj të qarkulloj topin, pra të jetë tepër e fortë në posedim, por pa humbur, le të themi atë, pa humbur rest defense-in, pa humbur distancat midis pasimeve, sepse është shumë e rëndësishme që një veçori të mirë që ka ky ekip është që pasimet i bën distancat shkurta, le të themi në 8 deri në 12 metra, dhe mbas humbjes topit të gjithë shkojnë në gegenpressing, duke filluar që nga lojtari i afërt, i dyti, i treti pasaj, presojnë shumë mirë në zonën e vdekur, le të themi në blind spotting, ku le të themi lojtari që merr topin e presojnë direkt në blind spot, ajo pastaj ka disa mënyra që mund ta presosh nga, le të themi, nga këmba jo dominante e tij, ku e ke më të lehtë për të marrë topin. Po ashtu ka edhe mënyra të cilat njëri e preson, ndërsa tjetri e preson nga krahu tjetër dhe i bllokon dhe linjën e pasimit. Kështu që është shumë e fortë kjo pjesë, është shumë interesante dhe realisht në këtë ndeshje e shikoj patjetër Francën, dihet për vlerat që ka pak më favorite, por Spanja është një ekip që është për të pasur frikë dhe është një ekip që nuk le shumë hapësira mbrapa, sepse siç e thash, ky kontroll, le të themi, i organizuar bën që të jetë e fortë edhe në rest defense. Ka aftësi të mira me Lamine Yamal, i cili është një lojtar që i dihen vlerat, edhe pse tani sapo bëri 19 vjeç dhe i kanë rënë të shkretit hallet e ekipit në këtë moshë të re, por që dihet që izolon shumë mirë në krah, po ashtu ka një, le të themi, mesfush, si ekip ka një mesfush tepër të fortë dhe e shikoj një ndeshje të balancuar dhe shikoj një ndeshje që do vendoset edhe nga episodet. Kështu që unë e shikoj në aspektin tekniko-taktik tepër të fortë, por diferenca do bëhet gjithashtu, siç e thash, në situata dhe në menaxhimin emocional. Nuk e di çfarë mendimi ke ti për mënyrën se si mund të zhvillohet kjo ndeshje. Mendoj që kjo ndeshje do vendoset shumë edhe në duelet individuale të këtyre lojtarëve. Kujtojmë që këto dy skuadra luajnë pak a shumë pasqyrë në rreshtimin taktik, pavarësisht se interpretimi pastaj është shumë i ndryshëm, por në rreshtim këto dy skuadrat luajnë pasqyrë dhe është shumë interesante për të parë këto përballjet kokë në kokë që mund të kenë lojtarët. Mendoj që një gjë tjetër që mund të bëjë diferencën do të jetë edhe zëvendësimet. E shikoj këtë ndeshje me shumë mundësi që mund të mbaroj edhe në barazim në kohën e rregullt, prandaj freskia që mund të vijë nga stoli mund të bëjë diferencën. Kujtojmë që të dyja ekipet kanë lojtarë shumë interesant që mund ta nisin nga stoli dhe për sa i përket pastaj ndeshjes, dy pikat e dobta të dyja ekipeve për mendimin tim, çuditërisht janë mbrojtësit e krahut. Pra po të marrim edhe Spanjën edhe Francën, mendoj që në cilësi mbrojtësit e krahut janë ato që mund të jenë pak në thojza më të dobët, nëse po themi brenda këtij niveli kaq të lartë, patjetër që janë lojtarë të nivelit absolut, por në krahasim me pjesën tjetër të skuadrës, për mendimin tim janë më dobët dhe pikërisht aty skuadrat kundërshtare vendosin lojtarë shumë interesant dhe lojtarë shumë cilësor. Pra edhe këto duelet individuale do jetë shumë e rëndësishme për të parë ndoshta edhe kondicionin edhe të mesfushave për të dyfishuar këto sulmet në krah të Lamine Yamal nga një anë apo Due Mbappé që mund e shikoj që do të spostohet shpesh edhe në krah për të kërkuar hapësira. Janë dy skuadra që ndoshta nuk e zhvillojnë lojën e tyre në funksion të kundërshtarit, pra janë dy skuadra që mendoj që do mundohen të imponohen në lojën e vet dhe do e pranojnë kundërshtarin për mënyrën se si luan. Mendoj që topi do të jetë në zotrim kryesisht të Spanjës, sepse në ndeshjet e fundit gjatë rrugtimit kësaj në këtë botror na ka treguar që edhe me
me kundërshtar të fortë si Belgjika, Spanja, Suedia etj. Apo Uruguay kanë patur gjithmonë përveç rastit ndoshta me Portugalin që ka gjithashtu një mesfushë stratosferike, po prap Spanja mbajti përqindjen e topit diku ke 55%, në të gjithë rastet e tjera Spanja ka patur një zotërim topi mbi 60%, në raste 67-68% në disa ndeshje. Por mendoj që Franca, mendoj që do të jetë relativisht e kënaqur që t'ja lej këtë barë Spanjës dhe pastaj ta godasim ato armët e veta në shpejtësi. Ku mendon ti se mund ta fitojë Franca ndeshjen, në cilat situata? Me armët që ka? Mendoj që nëse Franca do të arrijë që të tërheqi sa më lart mbrojtësat e krahut të Spanjës, mendoj që aty do të jetë edhe kyçi i ndeshjes, siç ndodhi ndoshta nëse mban mend pak a shumë me të njëjtën taktikë që ka përdorur edhe Paris Saint-Germain në ndeshjet e saj në Champions League. Pra mendoj që Franca siç e thash më parë, do t'ja lej me vetdashje zotrimin e topit Spanjës për të bërë të mundur që Spanja të ngrihet sa më lart, të liroj hapësira sidomos në krah dhe aty pastaj ose me spostimin e Mbappés, ose me Ndue, ose me Dembele, pra lojtarë që janë super të shpejt. Nga ana tjetër e tham Kukureja dhe Porro nuk kanë shpejtësinë armën e tyre kryesore. Aty mendoj që do luhet ndeshje kryesore. E njëjta gjë vlen edhe nga ana tjetër, sepse normalisht edhe Franca tjethe shumë mirë. Spanja do bëj një kundërpressing edhe e bën shumë mirë, e ka treguar që e bën shumë mirë dhe patjetër nëse Franca niset dhe gabon gjatë këtij tranzicioni ndonjë pasim, edhe Spanja normalisht me Yamal në krah do të jetë shumë e rrezikshme. Shpresojmë që të shohim dhe Yamalin më të mirë, që akoma gjatë këtij botërori mendoj që nuk e kemi parë, dhe shpresoj që do të ishte e bukur për spektaklin që edhe Nico Williams të kishte më shumë minuta gjatë ndeshjes, duke shpresuar që ai të ketë arritur gjatë kësaj periudhe një formë akoma më të mirë. Dy pikpyetjet kryesore për 11 titullarët e kësaj ndeshje janë në mesfush, nga një anë Chouameni dhe Kone, janë balotazh me njëri tjetrin për sa i përket rreshtimit Francës, ndërsa për sa i përket rreshtimit Spanjës, Fabian Ruiz dhe Pedri. Mendoj, nuk e di çfarë mendimi ke ti, që ndoshta ajo zgjedhja e Pedrit në stol gjatë ndeshjes me Belgjikën nga ana e trajnerit të Spanjës mund të ketë qenë një mënyrë për t'i dhënë pak pushim këtij lojtari? Edhe kjo mund të jetë, gjithsesi unë mendoj se në ndeshje le të themi knockout ku le të themi mos harrojmë që testi që pati Spanja ndaj Belgjikës ishte testi i vërtet i Spanjës dhe realisht tregoi potencë dhe më pëlqeu se mos pjesa e dytë, ku pjesa e parë le të themi pash një Belgjikë edhe pak më dominante le të themi në disa situata të lojës, por pjesë e dytë pastaj Spanja mori komplet frenat e lojës në dorë. Mendoj se rasti Pedrit është një rast që është një pikpyetje sepse realisht në klubin e vet ai performon, luan, ndërkohë tek ekipi i Spanjës nuk është se shikohet shumë si një zgjedhje le të themi me potencial, pra potencial të parë ku të marrë lojë përsipër. Duket sikur ajo Spanja nuk është se do ta zgjidhë shumë në qendër, pra se ti e the shumë bukur me mbrojtësit e krahut, mbrojtësit e krahut janë dy mbrojtësa që realisht nuk dalin në mbi pozicion, por futen në nën pozicion, futen nga brenda, dhe duke futur nga brenda ngushtojnë hapësirë dhe janë tepër të mirë në gegenpressing, pra në pressingun në pressingun e shpejtë, dhe problemi është që duke mbajtur dy wingera të hapur, nuk i duhet shumë që të rinë të hapur. Pra janë dy numra, le themi dy mbrojtësa krahu, po që bëjnë edhe numrin 6 dhe janë realisht të veçantë pak në rolin e tyre. Është çështje zgjedhje patjetër, nuk kemi një Theo Hernandez që merr krahun, por kemi një lojtar që rin në qendër. Kemi gjithashtu një pikpyetje të madhe tjethe Williams. Po le të themi Spanja ka pasur 4 lojtarë që i kanë marrë le të themi të dëmtuar, gjysmë të dëmtuar, dhe kjo tregon edhe çik mentalitetin e fortë që ky ekip ka, ku e kupton shumë mirë që në ndeshjet le të themi mbas çerkfinales ku këto lojtarë u prisin që të fusin le të themi në stërvitje dhe të fillonin tamam ritmin.
Duket sikur trajneri e ka parashikuar tepër mirë këtë pjesë dhe duke i marrë lojtarë me vetë grumbulluar, ku kujtojmë që lista e lojtarëve është 26 lojtarë, pra 3 portiera dhe pjesa tjetër 23 lojtarë janë zëvendësues, nga ato 23 4 ishin me pikpyetje, një nga ato ishte edhe Williams, i cili pritet tepër, tregon që është një ekip që e ka menduar që ndeshjet e vërtetë do fillojnë pas çeyrëfinales. Dhe kjo më pëlqen si mentalitet. Shumë vetë thonë që Spanja kanë qenë sigurt ata që ne do shkojmë dhe këtë mund t'i rekuperojmë gjatë kësaj periudhe. Dhe kjo është për tash kur të del mirë i komplimenton, po të dilte keq do u kritikonte, sepse futbolli kështu është fatmirësisht dhe fatkeqësisht. Por le të themi është një mundësi që ky ekip ka pritshmëri, sepse shumë veta kujtojnë se Franca po dominon gjithçka. Por kemi Spanjën që realisht e ka marrë, le të themi, këtë kompeticion në rritje, pra ka filluar të rritet dhe ka filluar të krijojë një mentalitet, dhe ky mentalitet më pëlqen sepse në çdo situatë të lojës nuk e çojnë ndeshjen në kaos, dhe kjo është pjesa që mua më pëlqen te ky ekip. Është një ekip i fortë në çarkullim topi, është një ekip në gegenpressing shumë i fortë dhe mendoj që Franca do ta fitojë këtë ndeshje nëse zbaton me përpikmëri, pra le të themi të lejë 60% në qarkullim topi Spanjën, sepse nuk është se ma do me se do ja dalin në qarkullim topi, të bëjë një qarkullim topi pra Franca në këtë rast të bëjë një qarkullim topi të orientuar, duke pritur, siç e the ti, ngjitjen lart të mbrojtësve të krahut për të lënë hapësirë. Dhe në ato momente pastaj patjetër që kjo hapësirë do shfryzohet nga Mbappé, nga Dembélé, i cili Dembélé kujtojmë që pashtu dhe Mbappé janë tepër lojtarë, tepër të fortë në 1 kundër 1. Pastaj depërtimet e Olizes dihen, asistmen i shkëlqyer, që për mua në këtë ndeshje do jetë ai që do vendosë, le të themi, pjesën e marrjes përsipër të pasit fundit. Pasi kuptohet cilësia përpara nuk ka nevojë të diskutohet për pjesën e Francës, dhe po të shikosh një rast, nuk e di, e ma mend që e preku në qarkullim topit Spanjës, preku arbitrin dhe pastaj ai rast në një studio tjetër kur isha prezent u diskutua që një gabim i arbitrit. Dhe lind pyetja çfarë do arbitri aty. Problemi është kur ekipet do luajnë aq shkurt në 20 metra, ku duhet të ri arbitri? Arbitri nuk mund të ri mbrapa qendërmbrojtësit. E ke parasysh, domethënë janë në 20 metra janë 22 lojtarë. Domethënë në një gjersi, le të themi, gjersia fuqës, le të themi 60 metra, 30 metra gjersi dhe 20 metra, pra në 600 metra katror janë 22 lojtarë. Dhe aty do të jetë arbitri. Domethënë ai është një gabim patjetër i arbitrit, por është një diçka ndryshe. Pra ekipet luajnë shumë të kompresuara dhe në këto situata pastaj janë ato lojtarët vendimtarë si Olizé që marrin vendimarrje në situata shumë të shpejta, dhe aty pastaj është edhe game changeri që mendoj që do bëjë diferencën në këtë lloj ndeshje. Pra vendimarrja në hapësirë kohë, në hapësirë të ngushtë dhe në një kohë tepër të shkurtër. Kjo mendoj se do jetë. Pastaj nga ana tjetër, Spanja patjetër që nuk është do ri duar kryq, ka një Yamal i cili, siç e tham, është një lojtar që izolon tepër mirë, ka mes fushorët, ka gegenpressing, ka një strukturë, le të themi, tepër të fortë, ka një kompaktësi si ekip, sepse është shumë e rëndësishme kur të vjen edhe kampionati, le të themi, duke u rritur, pra ti e fillon, le të themi, si e fillon, pastaj arrit, kjo të jep më tepër moral sa ta fillosh mirë dhe pastaj të shkosh me dyshime drejt knockoutit. Janë dy skuadra që nuk kanë kaluar kur dizavantazh në këtë botror. Po, patjetër. Dhe njëra nga këto shpresojmë do kaloj. Shpresojmë kuptimin që nuk duam të përfundojë një ndeshje 0-0 e këtij kalibri. Dhe është interesante për të parë edhe si do reagojnë, domethënë ndaj dizavantazhit, sepse në këto 6 ndeshje që kanë luajtur, aq i bie, duket 3 në grupe dhe 3 6 gjithsej. Në këto 6 ndeshje nuk kanë kaluar asnjëherë në dizavantazh, pra duhet parë pak edhe çfarë fuqie edhe psikologjike do kenë për ta kthyer një dizavantazh të mundshëm, ose jo. Patjetër, po ti mendon se kjo psikologji, le të themi, kjo sepse është dhe çik emocionale gjëja, pra ki parasysh që knockouti, gjysmë finalet janë gjithmonë fitojnë ekipet mentalitet. Dhe një arsye pse Argentina, le të themi, është dhe fortë është sepse ka mentalitetin, pra ato ulje ngritje që i ka pasur, kanë forcuar edhe më tepër. Por mendon se për rastin e Yamal, a është, s'po them drejt, po a është
e tepër në base që të pritet nga Yamal një 19 vjeçar në këtë ndeshje që ai të marri, le të themi, ekipin përsipër, dhe flasim për një kombëtare si Spanja. Po, mendoj që e tepërt është patjetër, edhe për faktin që Spanja ka në përbërje disa lojtarë me shumë eksperiencë, ka Rodri, topin e artë, vet Pedri, Dani Olmo, do të thënë lojtarë që Oyarzabal që kanë një edhe mosh më të madhe se sa Lamine Yamal për të marrë këtë peshën e përgjithësisë. Megjithatë, duhet të themi që vërtet Yamal është 19 vjeç, po tashmë u bën të paktën 4 vite. Ai ka 3-4 vite që ai luan në nivele shumë të larta, në kompeticione shumë të larta, në ndeshje edhe me klubin të nivelit shumë lartë, normalisht La Liga, Clasico, Champions Liga etj, por edhe me Spanjën sepse është kampion Evrope në fuqi, me Francën e ka mundur 2 herë me Lamine Yamal në fushë, pra edhe në gjysmëfinalen e Evropianit fundit, po edhe në 2025 në Nations League në një ndeshje rokamboleske 5-4 për Spanjën, dhe Lamine Yamal shënoi 2 gole në atë ndeshje. Pra është një lojtar që gjithsesi pavarësisht moshës, duket absurde domethënë, por ky lojtar ka në kurriz shumë minuta në ndeshje të rëndësishme. Megjithatë, nëse do isha në vendin e trajnerit të Spanjës, do isha munduar që këtë përgjegjësi ta marri dikush tjetër dhe Lamine Yamal të jetë sa më i lirshëm në fushën e lojës, të mendoj vetëm për atë çfarë duhet bëjnë ato në atë drejtkëndësh të fushës gjelbër. Patjetër është, le të themi, mosha që i ka është një përgjegjësi tepër e madhe, sepse ndonjëherë nuk mjafton vetëm talenti, po mjafton edhe kontrolli psikologjik dhe kontrolli emocional. Rasti i tij është, le të themi, një rast tepër i veçantë. Historia fatikisht ka pasur edhe më përpara për raste të tilla, pra, por nuk është se kanë hyrë në skenë, sepse problemi i tij është sepse hyri edhe në pjesën e rrjeteve sociale, hyri kudo, pra u fut all in një paketë plot, dhe ishte, le të themi, ai Cristiano Ronaldo që ishte 25 vjeç, u bë që 16 vjeç, dhe kjo patjetër që komplimente për mënyrën se si e ka menaxhuar deri tani, nuk po them jashtë fushë, po them sepse jashtë fushë ai patjetër që ka moshën dhe do të bëjë edhe gabimet e tij, sepse janë normale me moshën. Por le të themi në fushën e lojës, me aq sa kemi parë, nuk është se ka dhënë ndonjë impresion që është një mendje madh apo nuk e ka mendjen tek futbolli, pra këto paragjykimet që ti e ke kur shikon një person nga rrjetet sociale nuk e njeh. Mendoj që nga ana sportive, domethënë, ka patur fatin që të rritet tek kantera e Barcelonës, edhe mendoj që atje, domethënë, i mësojnë shumë mirë lojtarët edhe si mos të jenë egoist. Pra, përveç aftësive teknike që ky lojtar i ka të lindura dhe që i ka përmirësuar patjetër në akademi, në kantera, mendoj që edhe për nga mënyra se si, nga filozofia e Barcelonës, domethënë që edhe ata pasimin e kanë shumë të rëndësishëm, domethënë ndoshta edhe kjo ndikon në formimin edhe në plotësimin e bagazhit teknik dhe personal të një lojtari i tillë. Pra mendoj që kjo që the ti, domethënë, do të kishte qenë shumë e kollajshme dhe gati normale që ky të kishte qenë lojtar shumë egoist, por në fakt në fushën e lojës nuk më duket se është. Po shef një krahasim, mos është pra diçka, dy shembuj të ndryshëm? Po, edhe pak ndoshta nga pozicioni, pra ky është më tepër goleador dhe golshënuesët e kanë pak atë më të theksuar pjesën e egoizmit, ndërsa ky është më tepër njeri skuadre dhe normalisht patjetër që shënon shumë gola, por ndoshta do ta krahasoja më shumë me Olizen në karakteristika sa me Mbappén. Por janë dy foriklas të nivelit botror që ne do kemi fatin të shikojmë sonte dhe të shikojmë kush do të ketë mundësinë që të shkojë pastaj në finale. Por e preket ti me drejt shpar pak edhe çështjen e Olizes, që përveç faktit që është një lojtar që duket i një kohe tjetër. Edhe po të shikoj, këtë ditë është folur shumë edhe për Instagramin e tij, domethënë edhe fotografitë që ka vendosur të ketë në Instagram,
ka një poezi brenda, domethënë po ta shikosh, të ftoj ta shikosh pastaj Instagramin e Olizes, edhe fotografitë që ai ka aty, domethënë kanë një tjetër shije. Dhe ky po lexoja një gazetë italiane të famshme dhe thonte nëse nuk e japin këtë vit topin e art Olizes, nuk e kuptoj çfarë vlerë ka topi art. Domethënë sepse thoshte me drejtë që ky lojtar bashkon në ide edhe një fëmijë 6 vjeç që sapo ka filluar të shohë futboll, edhe një burr 80 vjeç që ka një jetë që shikon futboll dhe identifikohen me këtë lojtar si një lojtar që pëlqehet shumë, pra që është një bukuri e madhe për syt për ta parë në fushën e futbollit. Isha tek stadiumi Union Berlin dhe po shikoja Union Bayern dhe përgjithsisht shkoj diku 5 minuta para ndeshjes ose kur fillon ndeshja, pra me shmang ato rutinat, ato turmat e gjitha të tjera, pavarësisht se ne si antar klubi kemi gjithmonë një hyrje të veçantë. Dhe rastisht që shkoj më përpara dhe ditët dhe shikoj pjesën e nxemjes. Dhe përpara nxemjes hyn njëri që nuk është se e njihjen Olizen, hyn njëri me një kapuç çuditshëm të ulur, me një shall të ngritur. Pra le themi duket si një faraon, dhe e shiko, e pash mënyra si u fut me atë gestin tipik ti, thash, ç'është ky, domethënë mendova se është ndonjë nga këto masazhatorët pjesëtar të stafit, domethënë nuk më mori meja. Dhe pa shikoj me një hije dyshimi, më duk shumë i çuditshëm le themi për një ekip si Bayern që një person të futet në të mënyrë me shapka dhe ishte ftohtë. Dhe kur shikoj pastaj në lojë, Olizen kuptohet çfarë ti shikoje, domethënë një lojtar le themi i përsosur, dhe pastaj më fiksua ora ai personi kush ishte, se s'po bëja dot lidhen sepse nuk po shikoja. Dhe pastaj kur pash nëpër video mbrapa që ky e kishte atë zakonin e tij, pra ajo hyrja në fushë e çuditshme, pra është një personazh që dalim nga ajo që theti që është një personazh që ka një le themi një histori të gjithë gjë që bën, një personalitet mbase të çuditshëm për disa, po realisht është vetvetja dhe kjo gjë më pëlqen dhe po ta shikosh këtë transmeton edhe në lojë. Pra të gjithë duan për atë që bën, sakrifikon për të tjerët, që kjo është një veçori, mendoj unë, që ka humbur sot futboll. Pra ato raste që pa me egoizmat që diskutuam, ato janë raste që i gjen mas dhe për moshat e reja sot, dhe të sakrifikosh për të tjerët në atë lloj niveli, me atë lloj cilësie. Kjo realisht është për të komplimentuar, sepse siç e thash, lojtar të tillë sot është e vështirë të gjesh lojtar një kundra një të fortë, lojtar që japin asist, lojtar që shënojnë gola, lojtar që kthehen, që mbrojnë si mbrojtës dhe lojtar që mund të luajnë edhe si numër 10. Vuna re një gjë tjetër, dje po shikoja një lajme të një kanali italian dhe ishin lidhur në live gazetari nga fusha, nga kampi francez dhe ishte skuadra e Francës në fushë duke u stërvitur dhe nuk e di a ishte fillimi i stërvitjes apo fundi i stërvitjes, po më bëri përshtypje që ndërkohë që shija disa grupe lojtarësh që luanin aty atë tech ball quhet ajo me Olize vraponte xhiro fushë, po më bëri përshtypje aty ishin grupe lojtarësh duke luajtur, domethënë ndoshta mund të ketë qenë ose fillimi ose fundi i stërvitjes, ama ky vazhdonte vraponte, domethënë i xhironte fushën, ndërkohë që gazetari ishte i lidhur live, ky vazhdonte xhironte fushën. Është lojtar interesant, është një lojtar i lehtë në kuptimin e bukurisë futbollit dhe ndoshta ashtu siç është edhe në jetën e vërtetë, pra kjo që the ti që mënyra se si ai vishet, se si ai sillet, domethënë edhe me tjerët edhe me veten, reflektohet edhe në fushë, po në të njëjtën mënyrë, pra ai ka një futboll të lehtë, të thjeshtë, shumë të vështirë për të realizuar për thjeshtësinë që ka. Patjetër, dhe ai ka edhe një rast, është një diçka tepër interesante nga ana taktike dhe teknike, sepse Olize është një lojtar që e merr shumë shpesh topin dhe me shpinë, po e merr edhe me fytyrë nga porta dhe është e vështirë se si ti shkosh, pra mënyra si ta presosh është pak e vështirë sepse të bën këtë lëvizje mashtruese të ikën krah tjetër. Por ka një veçori, domethënë në moment që ai kap topin dhe të kthehet, ti gjithmonë si mbrojtës ose le themi si një markues, si ti gjithmonë i dyzuar, sepse ti nuk e di ose do të ikit
tek, pra ti nuk e di të dalësh përpara dhe për i dole përpara i liron një kënd pasimi. Pra, sepse është e vështirë të kesh dhe 1-1 dhe pasimin e fundit. Dhe ky i ka të dyja në një nivel të shkëlqyer, dhe kjo është pjesa më e vështirë që mendoj që Olizen është pak e vështirë se si ta markosh, sepse edhe kur e marko ai ta gje pasimin, sepse reagimi dhe pasimi në hapësirë kohë, në një hapësirë të ngushtë, në një kohë tepër të shkurtër që ky lojtar e ka, nuk e gje sot nëpër botë. Pra, mund gjesh Yamal, po nuk e ka fantazinë e këtij. Pra Yamal është një lojtar që mundohet të fusi, le të themi, një gjysmë cross nga krau ose të rri më tepër në krau, kurse ky është i paparashikueshëm pasi mund të luajë si në krah, si në qendër, si sulmues, falc, pra mbrojtës krau kur ka nevojë ekipe pra që kthehet me 5 ose me 6 mbrapa në fazë defensive. Dhe për mua është një lojtar që nëse do i hiqnim pak pjesën gazetareske të topit të art, është një lojtar që për sa i përket asaj që ka dhënë fush në këtë sezon, pavarësisht çfarë do fitojë apo çfarë ka fituar, ose çfarë s'ka fituar, mendoj se është lojtari i parë që meriton topin e art. Interesante është edhe fakti që janë dy lojtarë tek Spanja, dy qendërmbrojtës të cilët janë të lindur në Francë, Laporte dhe Lenormand, por kanë zgjedhur edhe si ndoshta një ndëshkim thojza të luajnë për Spanjën, pasi Franca nuk i ka qasur, nuk i ka thirrur gjatë karrierës së tyre të re, kur ishin të ri, dhe nga ana tjetër e njëjta gjë, kemi dy lojtarë të lindur në Francë, por të rritur në Spanjë nga ana futbollistike, si vëllezërit Hernandez, ku kujtojmë që Theo Hernandez e nisi këtë botror si titular tek Franca për tu zëvendësuar më pas në rolin e titularit nga Lucas Digne. Mos ndoshta Deschamps ka dashur një mbrojtës krau që t'japi pak më tepër ekuilibër, duke patur parasysh atë peshë sulmuese që ka përpara dhe ndoshta nuk ju donte një mbrojtës i majt me ato tipare si Theo Hernandez. Patjetër që po, pasi Theo Hernandez është një lojtar, le të themi, shine quhet ai që shkon në krah, por më fut edhe brenda, po është gjithmonë një lojtar që e merr topin me fytyrë nga vetja. Është një lojtar që kur merr shpejtësi është i papërballueshëm, por problemi është kur ti ke 4 lojtar aq shpejt përpara, nuk ke çdo dhe një të pesë të vjen nga mbrapa, sepse ty mjafton të duhet një rest defense i fortë, gjë që Hernandez nuk e ka pjesën e mbrojtjes, pra për të thënë vërtetën, pasi kujtojmë dhe duelet historike të tij të Milani me Dumfries, pra disa duelet të cilat ishin 50-50, po ndërkohë nuk është se Dumfries nga krau tjetër ishte lojtari që mund të bënte diferencë më të madhe 1-1 dhe kishte situata që ai e humbte edhe Dumfries, dhe është një lojtar që bën ka shumë vështirësi, le të themi, në fazën defensive, dhe është një lojtar që Francës mund t'i duhet, për shembull nëse do kesh një çerek në krah, do duhet patjetër një lojtar që të bëhet duplazhin në pjesën ofensive, dhe me këto lojtar që ka Franca unë shikoj pak të tepërt Hernandez, patjetër që ai i jep, është një luks ta kesh në ekip. Por për balancën, ashtu si theti, është diçka që Francës realisht nuk do i bënte punë për momentin Hernandez. Kështu që mendoj se duke u kthyer prapë ke Spanja, mendoj se është një rast, le themi, për të përmendur dhe rasti i Merino, i cili edhe në ndeshjen ndaj Belgjikës u fut si zëvendësues dhe shënoi gol. Doja të pyesja, e mendon ti se mund të ketë më tepër vlerë nëse Merino hyn në formacion këtë ndeshje? Nuk mendoj që Merino meriton të nisi titular të kjo Spanjë, duke patur parasysh cilësinë superiore për mendimin tim të lojtarëve, duke mos e vënë në diskutim Rodrin, që për mua është thelbësor në ndërtimin e lojës Spanjës, por edhe Pedri, edhe Dani Olmo, edhe Fabian Ruiz, gjithsesi mendoj që për nga ana e cilësive meritojnë më tepër hapësirë në krahasim me Merinon. Por e shikoj si një xholi të rëndësishëm për të luajtur, siç ka funksionuar edhe në 2 ndeshjet e fundit. Mendoj që mund të jetë një kartë e fortë që De La Fuente ka nën mëngë për ta përdorur aty ku duhet, sepse ky lojtar ka
këtë aftësinë e lëvizjeve në vertikal më shumë se sa lojtarët e tjerë dhe mund të jetë i nevojshëm në disa raste për të thyer pak atë ekuilibrin e lojës. Një gjë që është e rëndësishme që doja një mendimin tënd është fakti që ashtu siç thash, unë mendoj që Spanja, jo e mendoj, por ndeshjet dhe statistike tregojnë që në pjesën më të madhe të rasteve gjithmonë lojën e nis nga Rodrigo, i cili për hir të vërtetës mendoj që është përmirësuar shumë gjatë këtij botrorit nga ana e formës, se nuk vë diskutim cilësia e lojtarit sepse normalisht top i art dhe i kemi parë ndeshjet e tij. Por e nisi, domethënë pak me ritëm më të ulët edhe nga dëmtimi i gjatë që ka patur dhe tani po rikthehet gati në formën e tij optimale. Ndërkohë që Rodri vjen shpesh e merr topin nga mbrojtja, Pedri dhe Dani Olmo vinë për ta kërkuar, për të krijuar trekëndsha për të nisur aksionin. A mund të jetë për shembull një element për Francën për të munduar, për të bllokuar kthimin e këtyre lojtarëve, pra të imponojnë Pedrin dhe Olmon që të luajnë me kurriz nga porta kundërshtare, që mos kenë mundësi të kthehen dhe të hapin lojën ashtu siç duhet aty ku duhet. Pra mund të jetë një element që Deschamps për shembull mund t'i kërkojë mbrojtjes dhe mesfuesve të tij që të mundohen të bllokojnë Dani Olmon dhe Pedri në mënyrë që Rodri të ketë më pak mundësi në këtë frazezh të shkurtër në qarkullimin e topit? Mendoj që qarkullimi i topit në nivel, le të themi, elitar nuk bëhet thjesht për të fituar terren aty ku është topi. Mendoj që bëhet për të fituar terren nëpër zonat, le të themi, nëpër gjysmë hapësirat afër zonës dhe realisht dhe mënyra si përgatitet ndeshja nga ana ofensive dhe ana defensive është pikërisht kjo, sepse ndonjëherë pra ti shikon Rodrin i cili kthehet shumë brapa, por ai kthimi mbrapa le të themi ka një veti, sepse në moment që ti kthehesh mbrapa, të kthehet edhe Olmo, të kthehet dhe sulmuesi Oyarzabal që të kthehet gjithmonë mbrapa dhe ndërkohë kur kjo treshe të kthehet, krijon spostim linjash të kundërshtarit, i cili do mundohet të ndjekë, sepse ndonjëherë ti e ke më kollaj ta japësh kundërshtarin tënd, të thuash, ok, është i joti, po llogaritë të kesh 3 spostime në linjë është pak e vështirë dhe ky lloj spostimi bëhet që të krijohet gjithmonë hapësira mbrapa dy qendërmbrojtësve, le të themi të rast Francës, që do jetë si taktik. Dhe aty pastaj do futen wingerat, që futen nëpër si gjysmë hënë, në lëvizje gjysmë hënë për të kapur këto hapësira. Dhe ndonjëherë këto janë, le të themi, lëvizjet dhe qarkullimi i topit në zona të caktuara, shikojmë ndonjëherë qarkullime të çuditshme, një cep caktuar dhe këto janë thjesht ai karremi që i lëshohet ekipit kundërshtar për të presuar. Hajde merret topin, ndërkohë kjo marrje e topit mund të shkojë edhe me portierin krah tjetër, mund të shkojë edhe me qendërmbrojtësin. Dhe kjo mendoj unë se është i çik ajo që le të themi spektatorët e thjesht nuk e shikojnë dot dhe normalisht aty ku qarkullohet topi është thjesht piknisja dhe nuk dihet ku do mbarojë. Po të shikoni gjithmonë është nëse topi niset në krah djathtë ose në qendër, ke parasysh se gjithmonë krahu majt është ai që do konkludoj. Dhe nëse nuk arrin krahu majt, atëherë kthehet topi, qarkullohet prapë në qendër, pritet mënyra si preson kundërshtari, kuliron hapësirë dhe pastaj shkon në krahun tjetër. Dhe aty pastaj situata shumë e qartë ku wingerat janë ato që do bëjnë diferencën gjithmonë. Jo më kot janë lojtarët më të mirë të ekipeve, jo më kot janë lojtarët më të paguar. Aty është gjithë cilësia në qendër, ne e dimë shumë mirë që ka ikur. Madje po të shikosh nga ana. Ky është thelbi i futbollit modern. Ky është thelbi i futbollit modern, overloading gjithmonë mbi popullim i zonave anësore, sepse aty është realisht gjithë merita dhe çelësi i suksesit. Në moment që ti ja del në superioritet numërik, sulmon thellësinë, pastaj kuptohet është sulmimi i 3 zonave të zonës rrepsis, shtylla parë, zona 11 metrashit dhe pastaj shtylla 2. Nëse ti ke të okupuar 3 zona, në këtë nivel është pak e pamundur mos shënosh. E shikon më shumë si një ndeshje të hapur, pra mund përsëritet ajo ndeshje Nations League 5-4 apo e shikon më shumë ndeshje më tepër taktike dhe më tepër në pritje? Unë e shikoj një ndeshje shau,
një ndeshje shau, një ndeshje nervash, një ndeshje që të dyja mund të pranojnë nëse mund t'i thuash se para ndeshjes të shkojnë dhe me 120 minuta dhe të shkojnë me penalti. Pra nuk është pra të dyja më pranojnë. Do ta luajnë si ndeshje, mendoj unë duke u ruajtur, pra ai qarkullimi i topit i kontrolluar me rest defensin që kemi thënë është mbrojtja kur t'jene qarkullim topi. Dhe kjo do jetë, le të themi, ndeshje që do vendosin episodet dhe do vendosin patjetër edhe cilësia e lojtarëve që këto dy ekipe e kanë dhe do vendosi dhe pjesa e menaxhimit të emocioneve. Kështu që të dyja janë ekipet forta, unë shikoj të kaluash me çdo ekip nga këto, pra të dyja mund të kalojnë finale. Gjithsesi, jemi me fat mendojnë që sonte do shikojmë një ndeshje. Jam kurioz nëse shkon me penalti, çfarë mendimin ke? Kush mund të ketë më shumë shanse? Shanse do ka gjithmonë ai ekipi që mendoj unë luan më dobët në ndeshje. Sepse ka një veçori, patën vetë si sportist, kam pas shumë herë situata ku kemi dalë në penalti nëpër kompeticione dhe unë duhet të them që është një moment që asnjë lojtar nuk e dëshiron. Nuk e dëshiron të luajë më tepër se 90 minuta e para punës, nuk dëshiron që të ballafaqohet me penalti dhe imagjino kur ti ke luajtur më mirë dhe ke dominuar një ndeshje dhe ti shkon përballë pikës penaltive. Ti kupton që ajo dominancë jotja ka mbaruar tashmë 120 minuta dhe kupton që ekipi tjetër ka pa shanse sa ty. Pra, kjo pastaj është një diçka që të jep një psikosë të tillë që ti mendon që ke një dizavantazh tashmë, pavarësisht është 50-50, ndërsa ekipi tjetër mendon se ka një superioritet dhe pavarësisht është 50-50. Pra, kjo është ajo që po të shikosh gjithmonë ekipet që luajnë më dobët në 120 minuta janë ekipet që fitojnë penalti. Këtu pastaj patjetër që ka të bëjë portieri, mënyra, pra individualiteti, çdo gjë, por që është një situatë ku presioni, le të themi, dominon dhe ky presion pastaj lum kush e menaxhon më mirë. Kështu që kjo është gjithë ideja. Lor, unë do doja të pyesja ty dhe një pyetje të fundit fatikisht për këtë ndeshje. Ka ndonjë situatë ose ka ndonjë mënyrë që kjo ndeshje mund na dhurojë spektakël apo thjesht do jetë një ndeshje që thjesht do ta shikojmë si gjysmëfinale? Unë e thash edhe në fillim që mendoj që të dyja skuadrat do ta lejnë me vetdije, do t'ja lejojnë skuadrës kundërshtare të luajë ashtu si skuadra kundërshtare ka më mirë sepse do të përqendrohen më shumë secila tek loja vet. Pra, nëse deri sot kemi parë gati në çdo ndeshje një skuadër që ka qenë më superiore se tjetra. Në këtë rast kemi dy skuadra që në mendimin e tyre janë po aq të mira sa kundërshtari. Pra kjo është ajo që mendon secila nga këto dy skuadra, mos them që mendon që janë më të mirë se sa kundërshtari dhe mendoj që kanë pak edhe këtë vetbesimin e madh dhe për arsye të këtij vetbesimi do mundohen që të imponohen në lojën e vet pa studiuar shumë, ndoshta patjetër që në këto nivele do bëhet një fazë ti e di shumë mirë që kundërshtari do studiohet, por vetbesimi që ka për mendimin tim do t'i çojë që të jenë kokfort në dëshirën për të luajtur lojën e tyre. Dhe kjo kokfortësi, nëse ndonjë ekuilibër gjatë garës shkatrohet, atëherë kjo mund t'i japi hapësirë një ndeshje që mund të jetë edhe spektakolare në shënimin e goleve. Prandaj pse jo? Normalisht që do mendoj që do të kenë të bëjnë shumë episodet, kujtojmë që është gjysmëfinale botërore, kujtojmë që luhet shumë edhe me nervat, kujtojmë që duhet të jenë shumë kujdesshëm sepse tashmë çdo gjë shikohet në mënyrë të imët edhe nga teknologjia, pra nuk ka asgjë që i shpoton kësaj ndeshje dhe do të luhet shumë dhe me nervat kundërshtarëve dhe nëse një nga pikat që mbajnë ekuilibrin e këtyre skuadrave mund të prishet gjatë lojës, atëherë mund t'i japi hapësirë që këto skuadra të dalin pak jashtë takticizmit, të dalin pak jashtë strategjisë dhe të kthehet në një ndeshje ku teknika, individualiteti mund shndërrohen në protagonist. Po, Lor, me këtë analizë shoqërore që ti bëre, domethënë nuk mendoj se ka nevojë për koment më. Kështu që miqtë on site, ju faleminderit që ishit me ne sot prezent. Bashkë do rishihemi patjetër në episodet e ardhshme.
me mikun tim Lorenz Goga, Mos ndroni kanal. dhe siç thotë dhe Lorenzi, mos ndroni kanal, shihemi së shpejti në onside.